Megjithatë, pengesa kryesore e shkëmbit ishte uji. Shumica e njerëzve nuk mund të nëtojnë për 2 kilometra, dhe kjo shtrirje e këtij deti të pashpirt përshkohet nga rryma aq të forta sa mund të zbrapsin edhe të aratisurit më të vendosur. Të burgosurit mund të shihnin, dëgjonin, madje edhe të nuhasnin lirin përmes xhirit, por nuk mund ta preknin atë. Shkëmbi nuk ishte më aq mikpritës nga brenda. Qelit me nga një person rritën mjaft ndjesinë e izolimit. Në vitin 1962, 3 njerëz mposhtën sistemin e Alcatrazit. Frank Morris, një ajdut bankash, kishte mundur të aratise 11 herë nga burgjet të tjera, përpara se të mbrinte në Alcatraz. Vëllezërit Anglin, Clarence dhe Johnny, nga Raskini i Floridës, kishin vjedhur një bank në Alabama. Edhe ata ishin aratisur disa herë. Because of their escaping from reform school, Për shkak të arratisjes së tyre nga qendrat e reformimit, burgjet shtetërore apo atyre lokale, John dhe Clarence Anglin përfunduan në Alcatraz. John and Clarence Anglin wound up on Alcatraz. Menjëherë pas mbritjes në vitin 1961, Alan West, një djalosh i dënuar, i ftoi ata të bashkoheshin në planin e arratisjes. Anglinët punuan së bashku si një skuadër, ndërsa Westi dhe Morris në një tjetër. Secili prej tyre kishte në qeli një gyp ajrimi me përmasa 10 me 20 cm. Plani bazë ishte të deportonin përmes betonit në anën e pasme të qelive, për të futur në korridor me qëllim që të hapnin në rrugën deri në fund të murit të qelisë dhe jashtë gypave të ajrimit. And out one of the ventilation ducts. Veglat kryesore të punës që përdorën ishin lugët e mprehura. Clarence Anglin dhe 3 aratisurit e tjerë gërmuan secili muret e qelive vetjake, duke u kujdesur njëkohësisht që puna e tyre të mos diktohej nga gardianët. Reputacioni i shkëmbit si një fortesë e paththyeshme nuk i përgjigjej vetë strukturës së godinës. Të çojë çimento nuk ishte dhe aq e vështirë sa mund të besohet. Ka disa vende në qelitë e burgut në cilat betoni mund të shkëputet vetëm duke përdorur gishta. Gërmimi kërkon muaj të tërë pune. Duket se pothuajse gjysma e burgosurve ishin në dieni të asaj që po ndodhte. Sipas mendimit tim, gati 150 prej të burgosurve e dinin se çfarë do të ndodhte, sepse ata arrinin të dëgjonin gërvishtjet dhe të dëgjonin shpimet. Qelit ishin të ndara nga një korridor qendror që thirrej Broadway. Të burgosurit e bardhë ishin në njërin anë, kurse në tjetrën ishin zezakët. Kjo do të thotë se të burgosurit me ngjyrë i shihnin këta njerëz kur gërmonin jashtë qelive të tyre. E megjithatë, ata nuk i kallëzuan. Dikush, me sa duket, kujdesej për të mbajtur urtë të burgosurit me ngjyrë. Ky njeri ishte Bombi Johnson, Al Capone i zi i Harlemit, i cili ishte burgosur prej mjaft kohësh dhe që shihej shpesh të bisedonte me vëllezërit Anglin. Për të fshehur punën e tyre gjatë natës, të dënuarit vendosnin koka dordolecësh në krevatët e tyre. Floku i tyre sigurohej nga rojtoria e burgut ku punonte Clarence. Me të dalë nga qelit, ata nxirrnin që më parë pajisjet e aratises të vendosura lart në një blok mbi tavanin e qelisë. Plani i tyre ishte mjaft i saktë. Ata nisën të projektojnë një gomone, të cilën e kishin parë në revistën Mekanika për të gjithë. Kështu të 4 burrat sajuan një lloj gomone, duke përdorur mushamat e burgut të ngjitura me zamk me njëra tjetrën. U vendosi aratisja të bëjë mbrëmjen e 11 qershorit 1962. Frank Morris dhe vëllezërit Anglin nisin orvajtjen për t'u aratisur nga burgu i Alcatrazit. Aty rreth orës 19:30 të mbrëmjes, ata nisin të lirojnë kapakët e gypave të ajrimit. E dinë se kanë edhe të paktën 12 orë përpara. No one dreamed, no one in his Askush nuk e kishte imagjinuar një përpjekje të tillë arratie. of such a dramatic escape attempt. Të 3 burrat e dinin se çasti kishte ardhur tani më shumë se kur. Ata punuan me kujdes, por gjatë një gërvishtje u krijua një zhurmë që mund të rrezikonte të diktoheshin nga të burgosurit e tjerë apo të zbuloheshin nga gardianët. Do të udhëtonin me pak pajime. Barka e bërgati dhe e lekët e shpëtimit po prisnin për ta lart në Tarac. Në aratisje do të merrnin pjesë 4 vetë, por Allen Westi, i cili ishte dhe organizatori,
nuk arriti të kalojë një hekur të fortë prej qeliku në murin e qelisë së tij, duke mos marrë pjesë kështu në festën e largimit. Kjo ishte pika kulmore e 12 muajve të duruara gërmimesh dhe planifikimesh. Saktësisht, në orën 22:30 të mbrëmjes, një zhurmë mbytur u shton përmes qelive. Oficeri Albert Young, duke menduar se zhurma vinte nga Spitali i Burgut, shkon të kontrollojë, por nuk dallon asgjë. Në fakt, zhurma ishte shkaktuar gjatë zbritjes së mushamave nga qara e Taracës. Lëvizja tjetër do të ishte padyshim zbritja nga Çatia, dhe për këtë ata zgjodhen oxhakun e furrës për t'u kacavjerur poshtë. Kishin me vete litar, kështu që ja dolën ban të zbristin pa ndonjë vështirësi të madhe. Drita e projektorëve të Burgut nuk arrinte deri në bregun shkëmbor, ku të aratisurit, veshur me lekët e shpëtimit të sajuara vet, nisën të fryjnë gomonen. Ende të padiktuar, ata nisën të kasaviren poshtë shkëmbive në udhëtimin e tyre të parë dhe të vetëm të aratisjes. Temperatura e ujit ishte 15 gradë Celsius. Batica ishte në të përfunduar, ndërsa deti relativisht i qetë. Frank Morrisi, Johnny dhe Clarence peshonin të tre së bashku afro 200 kg. Deri këtu gjithçka kishte ecur sipas planit. One thing is for certain, they did not get down. Një gjë është e sigurt. Ata nuk mbërritën në breg të paqartë se çfarë do të bënin pas kësaj. Madje as që e kishin menduar se mund të mbyteshin. Dy vëllezërit Anglin, në veçanti, ishin të mësuar me ujin. Dikur, ata kishin shërbyer si roje bregdetare dhe dinin të notonin mjaft mirë. Lifeguards, and they could swim. Rreth mesnatës, tre burrat vozitën në përgjigje në dritën e hënës së plot. Ky është edhe çasti ku siguria përfundon dhe fillon puna kërkuese. Alarmi lëshohet mëngjesin tjetër, pak pas agimit, duke u lejuar të aratisurve një avantazh prej 9 orësh. They called my father immediately from the control center. Ata telefonuan sa kaq babain tim nga qendra e kontrollit. To the phone. I mat më vonë më rrëfeu se ai e kishte ngritur telefonin me frikë, pasi kishte një parandinjë se diçka nuk shkonte. To him, Mr. Donaldson, we've got 3 dummies in the cell house. Brenda pak orësh drejt për drejt nga shkëmbi, u mbajt një konferencë shtypi. Pa gjetur rehat në kariget ku ishin ulur, Wardeni dhe asistenti i tij më në fund u detyruan të pranojnë se për herë të parë në historinë e këtij burgu, tre të dënuar ishin aratisur. Fotot të Clarenceit dhe John Anglinit, së bashku me Frank Morrisin, u shpërndan në të gjitha organet e shtypit dhe agjensitë e zbatimit të ligjit në vend. Filloi kërkimi. Por pavarësisht nëse të tre burrat do të kapeshin të gjalla apo të mbytur, miti i pathyeshmërisë së shkëmbit do të shpartallohej përgjithmonë. Rojet bregdetare nisën sa kaq kërkimet në gjë për ndonjë shenjë të trupave. Te kontinent aratisja përbënte një lajm të jashtëzakonshëm. Gazetat e San Francisco se botuan lajmin në faqe të parë. Aratisen nga Alcatrazi me një luk. Për të mos u dukur qesharak, Byroja Federale e Burgut kërkon një përgjigje, dhe madje shumë shpejt. Burgu kontrollua funde krye për të siguruar se të tre burrat nuk fshiheshin ende brenda në shkëmb. Në tavanin e qelisë u zbuluaj e leku i papërdorur i shpëtimit i Alan Westit. Ai u mor në pyetje por nuk rrëfeu asgjë.